Jemi kthyer sërish në studio, do flasim për zhvillimet në Kosovë, mbaruan zgjedhjet atje, por tashmë dilema për qeverinë dhe kam kënaqësi të kem profesorin Zhmedin Spahiun. Profesor, kënaqësi të kem të bisedë, faleminderit shumë. Kënaqësi është ime. Profesor, një koment së pari për zgjedhjet, për balotazhin. I pritshëm këto rezultate, pati ndonjë surprizë gjithmonë për ju. Në një komunë që ishte surprizë? Paka shumë. Domethënë, ndoshta surprizë ishte që Vetëvendosja fitoi në Fushë Kosovë dhe në Obiliq. Kjo ishte, domethënë, një më shumë surprizë, por përgjithsisht rezultatet ishin të pritura. E kuptoj. Mitrovica Jugut. Si u duke? Po pati dhe një zhvillim mbrëmjen e djeshme, tani nëse mund ta analizojmë me bllokimin që u bë nga prokuroria, çfarë është ajo histori? Jo, shiko, Mitrovica është qyteti natyrshëm i Kosovës, është qyteti më i rëndësishëm gjeopolitik, geostrategjik në Kosovë, për shkakun që dy element më të mëdhenj të Kosovës piktakohen pikërisht në Mitrovicë dhe janë, domethënë, gjithsej 4 element piktakohen në Mitrovicë. Kjo tregon rëndësinë e këtij si geostrategjike, geopolitike dhe jo rastisht Serbia kur është detyruar të tërhiqet nga Kosova ka ngulur kthjetrat pikërisht në Mitrovica, sepse aty ka dashur përmes Mitrovicës mund ta ketë ndikimin më të madh. Prandaj duke qenë kjo një fushbetejë në mes Kosovës dhe Serbisë, duke qenë kjo njëkohësisht edhe është një fushbetejë mes forcave politike shqiptare, por kush e kontrollon Mitrovicën, në një mënyrë e kontrollon edhe betejën me Serbinë, por kontrollon Kosovën. Dhe jo më kot, për shembull, Albin Kurti ka shpenzuar shumicën e kohës në fushatës në Mitrovicë. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Hashim Thaçi kur ishte në kryeministër, kur ishte çit, domethënë për të marrë në kontroll Mitrovicën. Dhe duke qenë kjo betejë më ashpër, një betejë jo vetëm një betejë lokale, po një betejë në nivel kombëtar, shumë çka, domethënë, është e pritshme. Sigurisht që pretendimet të cilat i ka bërë opozita janë pretendime të rreshme, në fakt sepse procesi ka qenë normal. Dhe nëse ka një parti e cila vjedh vota, është Partia Demokratike e Kosovës. Ajo shquhet për vjedhjen e votave. Ajo ka historinë e vjedhjes së votave. Ne nuk deri më tani askund nuk kemi parë që Vetëvendosja të ketë vjedh vota. Është vështirë të bindesh publikun që në nivel ku kanë ngaruar Vetëvendosja dhe Partia Demokratike, që është Vetëvendosja ajo që i ka vjedh vota Partisë Demokratike, sepse Hajduti nuk mund ta vjedh. Edhe po të jetë Vetëvendosja Hajdut, ata të PDK-s janë akoma më Hajdut. Kështu që kjo nuk mund të ndodhë, por thjesht është një përqapje për të thjesht delegitimuar fitoren e Albin Kurtit këtu në Mitrovicë. Ajo dhe gjithë zhurma që krijohet, paktën bëj zhurmë në një mënyrë ka efektin e vet. Është pjesë e betejës, luftës politike.